Mos dëgjoni thashë themit, se Edi Rama ka mik dhëndrin e presidentit të Amerikës. Amerika ka ligjë dashur shqiptar, po a them me gjak ftohtësi dhe po shikoj drejt në syt. Ka një ligj. Gjykata nuk pyet se kush je ti president, nuk pyet se kush je ti senator. Dhe mizat e kalit që vinë do arrestohen para se të hynë në Kennedy Aeroport. Të dashur shqiptar, këtu u përhap edhe më përpara. E u prapo ishe bërgati të mirët e Sazani, të mirët e vendet tona më të bukur, vendet më strategjik për luftë, për çdo gjë. Por jo, sa të jemi gjallën e këta çfarë sipnin, këta hipnin dhe familjen e tyre dhe gruan. Atje kanë arritur dashur bashkëdhetar, se këta s'kan fytyrë. Këta martojnë njëri me tjetrin dhe i këmbejnë më darkë. Ti ta marrësh gruan time, thotë ai, merre gruan. Këta janë pa fytyrë, por ama këta do përfundojnë. Këta nuk kanë kuvend. Këta kanë biliona dollar, po menduan se këta do benin që të vinin me strehim politik në për Evropë. Aty vajte në Arabi, ai. Po jo, Arabia nuk e mban dot. Unë u thash, nuk kanë kuvend. Edi, dil edhe dil përpara. Dil çfarë ke bërë. Dhe nëse shqiptarë thonë, po, dorëzor, ne i dim ku i ke të gjitha gjërat. Dil. Edhe i them zvenc kryeministrit, dil se do të jaj më keq se gjyshi tënd. Nuk e ku vete sepse ke marrë paratë e shqiptarëve. Unë me këtë rast u them të gjithë ndërtuesve të Shqipërisë. Nuk i përmend me emër, po e din vetë ata 5-6 që janë të mëdhej. 2 vëllezër, 3-4 vëllezër. Juve u kanë rjepur. Ju keni marrë ndërtimet, s'keni marrë 10%. Një pjesë u amirte Edi Rama, një pjesë u amirte PD-ja, një pjesë u amirte zvenc kryeministria, një pjesë u amirte drejtori, një pjesë u amirte shefat e policisë, dhe ju minit 10% o 20%. E janë një shpresë e kombit. Ju do jeni ndërtues të thoni të vërtetën. Sepse ju kanë rjepur, u a kanë marrë para, ne din fare mirë. Ju keni marrë pak fare. Ju kanë coptuar, ju keni mbushur thesët, valigjet, dhe u ke dhe në para, edhe ambasadorëve, sepse u kanë urdhëruar. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, ndërtues, tregtar, mos vizitoni me qevrin, lartë këtyre nuk kanë që bëjnë, ne umbrojmë, e ani sa më parë, në shpresa e kombit.